Përshëndetje goca, ja ku jemi nga një vlogëri. Sot është data 18 janar dhe mua më ka ardhur një porosi nga Marinela Mamia. Kam porositur një ditar shtatzania. Mezi prita që ta porosis të ditarin, edhe thash ta hap këtu me juve. Okej, paketimi perfekt. Oh my god. Që emocionesh. Okej. Edhe këtu. Dhe këtu shkruan dhe kështu përfundon një udhëtim magjik, tani fillon një kapitull edhe më i bukur. Jeta jote në krahët tanë me dashuri mame dhe babi. Ky ditar u krijua me shumë dashuri nga Marinela Mamia. Dhe këtu tregon për gjitha javët e shtatzanisë. Dhe ngelin si kujtime për bebin. Nësi po pres ta plotsoj. Tani ika edhe nesër kam vizitën e parë të ginekologu im, kështu që do ju marr me vete edhe aty. Mirupafshim. Përshëndetje goca, sot është data 19 janar edhe kam vizitën e parë të ginekologu im për të parë bebushin, edhe shpresoj shumë që çdo gjë të jetë në rregull. Kam shumë frikë, shumë emocion, është një ndjesi shumë gëzim. Gjithë natën kam parë ëndra, vetëm sikur isha në një spital dhe kërkoja të bëja eko, dhe ndërkohë sikur i thosha asaj që a mundem të filmoj. Domethënë kam idenë që të bëj aty një video të shkurtër nëse arrim të ngjojmë rajet e zemrës. Nuk e di se sa ginekologu do ma lejoj, por dua ta bëj që ta kem kujtim për vete këtë momentin, edhe uroj vetëm që çdo gjë të shkojë mirë, edhe bebushi të jetë rritur, edhe të jetë shumë mirë. Bëj bashkë me Brunon, po ndërkohë kemi ndaluar të reve se ndaluan të merren diçka për të ngrënë rrugës, por unë harrova që mua nuk më lejohet asgjë nga ajo furra. Kam shumë frikë të periudhë edhe mundohem të ha vetëm gjëra sa më të shëndetshme, edhe gjeni pak çka kam marr djath edhe simite. Kam marrë edhe një nga këto lëngjet me protein. Më deri më përpara nuk e kam patur këtë idenë që të ruhem sa më shumë, por tani edhe nëse nuk dua për vete, do mundohem të bëj më të mirën për bebin tim, kështu që ta shofësh ti kur tritesh se çfarë po bën mami për ty. Tani po e mbyll kamerën edhe do ju tregoj më vonë se si shkoi vizita, si ishte bebi, edhe shifemi më vonë. Ciao. Përshëndetje goca, jemi këtë ginekologu edhe kam një orë që po pres në radhë. Besoj do pres edhe një orë tjetër dhe ma i përtjetë së shplot. Ndërkohë jam këtë korridori edhe po shpresoj që të më flasin sa më shpejt. Përshëndetje goca, ndërkohë po bëj nga 2 video, edhe të video e parë që po filmoj normalisht nuk di më çfarë po them. Më vjen gjatë gjithë kohës ta tregoj që tani po pres një beb, po është shumë herët, kështu që nuk mundem ta them dhe për ca kohë. Sot është data 20 janar edhe sapo jam veshur, do ikim punë mbas rrezimit tim të dytë, më në fund raportin mbaroj. Po mendoj sot ju tregoj edhe që jam shtatzane, e kam pak atë frikën që mund të më heqin se jam në provë, po gjithsesi do ta marr riskun përsipër edhe do ju tregoj se unë nuk mund ngri pesha, edhe aty kartonat janë deri 25 kg, kështu që e kam detyrueshme t'ju them, pasi nuk dua të bëj asgjë që të lëndoj bebin, kështu që do ju tregoj në vazhdim se si do shkoj. Shifemi. Ciao, ika po e mbyll se shora 5 mëngjesit. Përshëndetje goca, atëhere unë shkova te spitali se nuk po ndihesha shumë mirë dhe ndërkohë mezi pres që shikoj që gjithçka shkon mirë me bebin, nuk e kisha dëgjuar rajet e zemrës akoma, sepse mjeku ginekologu më tha që nuk shihen rajet e zemrës, nuk shihet embrioni ende,
Dhe me zi prita të kalonin pak ditë dhe të shkoja te spitali, të bëja një eko pak më detajuar, sepse nuk është se më pëlqeu aq shumë ajo ekoja që bëra te ginekologu. Nuk kam mendimin më të mirë për ginekologun që kam, por fatkeqësisht ai është i vetmi që mund të pranoj pacient të rinj këtu afër në rrezën ku jam unë. Dhe shkova te spitali, siç e dini unë kam bler këtë librin nga Marinela Mamia, edhe është ditare i shtatzanisë dhe dua t'ju tregoj pak se çfarë kam shkruar te nga hera e fundit që isha te spitali. Tu tregohen ndryshimet çdo javë, shkruan çdo javë diçka, kështu që edhe unë kam shkruar. Ta lexojmë bashk, t'ju a lexoj unë. Atëherë, data 19 janar. Kam qenë te vizita te ginekologu, edhe në datën 24 janar kam qenë te vizita te spitali. Atëherë, përjetimet e kësaj jave i kam këtu, po ju a lexoj. E stresuar dhe në ankth nëse ti je mirë. Më në fund, më e lumtura në botë, që pash zemrën tënde të rrihte. Kjo kanë qenë përjetimet e të dyja herëve. Fjalia e parë ishte për përjetimin e 19 janarit dhe fjalia e dytë për përjetimin e 24 janarit. Atëherë, ndjesitë e mia. Kemi këtu dhe ndjesitë edhe po ja lexoj dhe pjesën e ndjesive. Në 19 janar, mjeku më tha nuk shoh embrion ose raje zemre në eko. Deri më 24 janar kam ndenjur në ankth e s'mund të prisja deri në terminin tjetër, kështu që shkova në spital. Gjeje pak, aty të pash, fillova të shoh zemrën tënde të vogël që po rrihte. Atëherë, besoj se të këto fjalit ndihet i gjithë emocioni që ka qenë, unë nuk munda që t'i bëj video, por ndërkohë zemra duke aq qartë se si pulsonte dhe ajo mjekja qelloi shumë e mirë edhe po ma tregonte gjithçka me detaje. Dhe në atë moment e vetme që kam thënë ka qenë faleminderit Zot, normal që nga emocioni më mbushën syt me lot, edhe mezi po pres tani terminin e 29 janarit të shkoj edhe t'ja ngjoj rajet e zemrës. Mendoj se ka përqenë melodia më e bukur e imja. Atëherë, kemi marrë edhe dhuratat e para për bebin. Vllai im ka ardhur edhe tani do rritu të shtëpia ime ja 1 muaj, edhe na ka sjell këtë. O Zot, kur e pash kur më dha, është shumë e vogël, edhe po e shifja kështu dhe thash, pas ka sjell për gocë, po jo, gjeje pak, ka marrë edhe një tjetër, që është në ngjyrë blu. Edhe këto janë shumë bukura, i kam prishur unë se i kam hapur. O Neo. Alo. Hasa po bëj video. Përna Priti hap pak edhe këta. Ja, këta të vogla. Po të sklat. Kombinohen me këtë badin. Edhe këto që janë po thuaj se po një lloj, edhe janë material tjetër. Oh my god. Si dhe ave shumë këto. Edhe kemi edhe këtë që e kemi bler. Kjo është batanie. Kështu që këtë update-in thashtë t'ju bëja tani, edhe shifemi më vonë prap. Unë ndërkohë në punë po shkoj, edhe me ato sikletet e veta, po gjithçka po shkon mirë deri tani. Kështu që shihemi. Ciao. Përshëndetje goca, sot është data 30 janar, edhe unë jam në punë turën e dytë, dhe thash tani në mëngjes bëra një dush dhe po mendoja të hap kamerën dhe t'ju tregoj se çfarë ndodhi dje. Dje kishim terminin te ginekologu, shkova me vllajin edhe me burrin, dhe ndërkohë kur hyra brenda te ginekologu, bërëm vizitën, bëra disa analiza dhe tek pjesa e vizitës më tha që ja bebi duket shumë mirë, rajet e zemrës janë shumë mirë, gjithçka është tamam për javët që je, edhe shumë e lumtur. Ndërkohë më tha, unë po prisja që të ngjoja rajet e zemrës, dhe i thash që a mund të kap një video në momentin që shoh dhe dëgjoj rajet e zemrës, dhe ai më tha po patjetër. Dhe unë po prisja të dëgjoja që mund bëja një video. Por më tha në fund që a nuk do bëje video, edhe i thash, mendova se do t'i ngjoja, thash unë mbaroj ekoja me kaq.
Dhe tha po, tha sepse ne këtu nuk I vëm të ngjosh rajet e zemrës bebit, nga që ekoja që ngjon rajet e zemrës ka më shumë valë dhe mund ndikoj keq nga që embrioni është shumë I vogël, kështu që rekomandohet që rajet e zemrës të dëgjosh në javën e 12 ose 13. Për këtë arsye nuk I vendosi edhe u zgënjeva pak se mezi po prisja t'i dëgjoja, por shumë e lumtur që e pash që zemra e tij rrite aq mirë. Kështu që kaq ishte update për të ginekologu. Tani jam duke bërë drekën edhe do thaj pak flokët dhe do ikim punë. Ndërkohë unë në punë këtë ditë po ikim me një shoqe, jemi duke ikur me makinë të dyja, nuk është se po ikim me Urbana sepse shumë ftohtë dhe merr shumë kohë dhe vetvetiu shtatzania ndikon pak te lodhja dhe të gjitha. Kështu që ky është update I fundit. Nuk kam bërë vlog edhe nuk e di, nuk më bëhet të bëj vlog tjetër sepse më rri mendja vetëm ke bebi. Mezi po pres që ta ndaj këtë lajmin me të gjithë ju edhe ta kalojmë të shtatzanit duke bërë vlogje bashk. Shpresoj që çdo gjë të shkojë mirë edhe kështu. Se unë kur flas për këtë pjesën, emocionohem shumë edhe nuk e di se çfarë them. Ndërkohë jam duke kujdesur shumë për pjesën e ushqimeve, çfarë lejohet, çfarë nuk lejohet, vitaminat I vazhdoj rregullisht, kështu që shpresoj që çdo gjë të shkojë mirë. Ika tani edhe shihemi prap. Ciao. Goca, përshëndetje. Unë sapo kam ardhur nga puna, sot është data 30 janar. Hëngra darkën edhe doja t'ju tregoja që në këtë periudhë unë I kam eliminuar të gjitha lëngjet, pjetë me gaz, kam eliminuar pjetë edhe lëngjet e frutave që merren në market që janë të konservuara dhe bëj vetëm lëng portokalli, pi çdo ditë nga ky edhe ha sa më shumë fruta. Fundja fare duke u kujdesur për bebin. Vetëm këtë doja të tregoja që kam eliminuar çdo lloj pije, edhe pse unë vdisja për kola, vdisja për Red Bull, u bë tani gati 1 muaj që nuk pi më fare. Të paske një vullnet tjetër në këtë moment. Ika tani edhe shihemi pak më vonë. Përshëndetje goca, atëherë sot si ditë shtunë kemë dalë në një qendër tregtare dhe do mundohem të tregoj disa video, kështu që shihemi. Përshëndetje goca, ndërkohë sot është data 1 shkurt edhe ju uroj një muaj sa më të mbar. E di që ky vlogu do postohet shumë më vonë, por jam duke filmuar për 2 vlogje njëkohësisht. Kështu që sot po dalim shëtitje me Brunën edhe me vllajën, edhe po dalim të bëjmë një vizitë në Hamburg, t'i tregojmë pak Hamburgun vllajt. Edhe nga bebi kam patur disa shqetësime mbrëm, kam patur shumë dhimbje barku edhe ndërkohë më vinte kisha shumë të përzjera, por shqyr sot gjithçka është më mirë. Tani ika edhe do ju tregoj ca pamje nga Hamburgu, pse jo. Merë ftohtë. Ka bashkia edhe pikim kafe. Ka vash ftohtë sa që do të rosa sa në ngërë. Atëherë ulëm kafe se jashtë ishte shumë ftohtë, por këtu është ngrohtë edhe është shumë e mirë koha. Am një tiramisu edhe për shtëpi. Nuk e di domethënë se si ato mund kërcejnë aty me fustane, ndërkohë unë këtu po thaj. Është mërësisht ftohtë, është temperatura diku te -6, edhe thot ndihet si -14, po është merr.
Ika tani se as telefoni nuk po e mbaj dot nga dora. Ciao! Përshëndetje goca, ja ku jemi nga data 7 mars edhe më në fund ka ardhur dita për të nisur për Shqipëri. Mezi po e prisja këtë datën edhe nuk po më kalonin ditët. Por më në fund erdhi edhe jam shumë emocionuar, kam një miks emocionesh. Do ju tregoj ndërkohë ndonjë video nga aeroporti ose kur të arrim në shtëpi. Gjithsesi do arrim shumë vonë, besoj nga ora 12:30, kështu që nuk ju premtoj dot. Ndërkohë aty shumicën e kohës do jem Durrës sepse nuk mundem të lëviz shumë për shkak të problemeve të pakta që kam. Ndërkohë nuk ju kam updateuar që në punë kam marr pushim që rreth javës së 6-7 zanis. Më ka dhënë ginekologu pushim për shkakun se tensioni im ishte shumë i ulët edhe përveç kësaj kisha shumë marrëmendsh. Ndërkohë nga java e 11, ndryshe nga vajzat e tjera që unë kam dëgjuar që ju pushojnë të vjellat, mua më kanë filluar, kështu që shpresoj që mos të kem ndonjë komplikacion në Shqipëri. Do bëj edhe një eko, nuk e di nëse aty do zbulohet gjinia bebit, edhe nëse po, patjetër që do bëj ndonjë video për gjinin e bebit. Do e keni të vlogu tjetër nëse po. Ndërkohë, çfarë nuk ju kam thënë tjetër, nuk e di çfarë ju kam treguar sepse kam shumë kohë që nuk kam filmuar. Por do shihemi bashkë te vlogu radhës. Doja të falenderoj edhe gjitha gocat që më kanë dhënë subscribe nga vlogu i fundit. Ju që nuk keni dhënë akoma, mund të bëni subscribe që të më ndiqni te video e radhës, edhe do shihemi bashkë te vlogu radhës. Shpresoj që aty të jetë edhe gjinia bebit. Ciao! Shihemi nga Shqipëria tani. Përshëndetje goca, atëherë u ktheva sërish për t'ju treguar që kaluam te kontrolli i çantave edhe tani po pres këtu te kontrolli i policisë, po ka shumë rrallë edhe ne kemi ardhur shumë herët. Kështu që tham të pushojmë pak, të presim këtë radhën të mbaroj se janë shumë aviona duke u nisur, edhe të futemi kur të jetë më qetësi, mos të presim gjithë atë radhën aty. Ja t'ju tregoj pak si është. Plus, përveç kësaj radhës që duket, vazhdon akoma më shumë që nuk duket. Për këtë arsye jam ulur këtu, po rri vetëm për momentin se çunat kanë shkuar të kërkojnë një zonë ku lejohet cigaria, si gjithmonë. Tani po e mbyll prej vërtetë, edhe do t'ju tregoj një pamje nga fluturimi, edhe shifemi në Shqipëri tani. Ciao! Germany, Czech Republic, Austria, Hungary, Croatia, Bosnia, Montenegro and Albania. Distance between airports 1,570 kilometers. Altitude will be 11,200 meters.